Sot, fatkeqësisht, shohum edhe nga gjinia mashkullore, edhe nga gjinia femrore, që deri në furrë me ble një bukë ndalt, nuk del pa grim, edhe qysh është mrena, qashtu del jashtë. Shurcet shkurta, vojzat tuna, mutrat tuna, grot tuna, vallahi, biloj, taloj, nuk nga kohiqështë. Pasha Zotin, as fetarisht, as kontarisht, as njerëzisht, as në asni aspekt, nuk kem as boz, as tradit, as fetore, as kontore, ne me morë kësi kultura, kësi tradita, kësi gjona, të cilat fatkeqësisht edhe njerë po e thonë, una vinë të na në kuadër të modernizimit. Sa me e zhveshun një vojzë, një motër, një gru, një none juna, na e shohum ma moderne. Ja këta moti jenë modernizue, po pse o vlog i thu modernizim atina? Ajo është shfrenim, ajo është degenerim. Ajo aso kultur, aso modernizim, aso është evropianizim, aso kur gjë. Vjen trishtim me dal deri në rrugë, deri në qytet me dal. Deri në shitore, deri në furrë të bukës, deri në market me dal. I sheh motrat tona, nonat tona, grotet tona, në minifuna, në brekt shkurta, pantollat shkurt, e kështu me radhë. Duke e lyp atë provokimin e të tjerëve, për çka unë jam i bindun edhe i sigurt që secili prej neve, që i kullot syt në trupin e një vojze, një none, një gruje, një femne, ndër dije e tina e brendshme, për momentin kur kjo është i kullot syt aty, është tu e kundërshtu, tu e urrejt, tu e fy, tu e shoh, tu i thon shprehjet më të ulta që janë për ta. Edhe asnjë prej neve me na pyet qëtu, a kishum pranue që një të tillë, që një dyje, një qytet, një market, një mahol, i kullotin sytën të, e kishum pranue për gru që ato, e kishum pranue për re, për gru djallit që ato, me qef asnjë nuk i kishum bo. Asnjë si kishum pranue. E në qitë nivel janë mutrat edhe vojzat edhe gratë edhe nonat tona. Që da i kullotum sytën e to, ama kur është në pyetje për me pranu një qasi realiteti, asnjë prej neve nuk e pranujmë. Asnjë prej neve nuk pajtohemi me ta.